Flamuri mbajti si pengje të tij vetëm 8 persona, 5 meshkuj në moshë të re, gati moshatar të tij, dhe 3 femra. Njëra prej tyre ishte gazetarja greke Helena Çallaka, e cila qëndroi me pengjet duke synuar të luante rolin e negociatorës dhe po ashtu ta binte Flamur Pistin që të lironte pengjet dhe të mos shkaktonte pasoja më të rënda për jetën e vet. Autobusi udhëtoi fillimisht drejt qytetit të dytë më të madh të Greqisë, Selaniku, duke ardhur disa herë rrotull qendrës së tij, ndërsa policia përpiqej të negocionte për të liruar pengjet, por nga jo që i kishte ndodhur, Pisti nuk besonte më te policia greke. Ai kërkoi të lidhej me mediat dhe nëpërmjet tyre negocioi me autoritetet, duke kërkuar paratë që ja kishin mbajtur, armët që i kishin marrë, si dhe një kalim të lirë në drejtim të Shqipërisë. Në momentet e para, policia greke u gjend jo vetëm e befasuar dhe e papërgatitur, por dhe e humbitoruan. Fillimisht u tentua të bllokojë rruga dhe të ndalej udhëtimi i autobusit, duke synuar negocimi me Flamur Pistin. Nga ana tjetër, policia synonte të merrte informacion të saktë se çfarë ndodhte në brendësitë të autobusit, kush ishte pengmarrësi, sa pengje kishte brenda tij dhe çfarë armatimi kishte ai në përdorim. Shefi i policisë së Selanikut, sapo mori të dhënat e para, tentoi të kontaktonte me Flamur Pistin dhe të hynte në bisedime me të, në mënyrë që ai të lironte pengjet dhe të linte të lirë autobusin që e kishte marrë peng qysh në fshatin Kato Skolari. Por në çdo moment që Flamur Pisli fliste me gazetarët apo me përfaqësuesit e policisë greke, ai mbante në dorë granatën difensive me sigurisën e hequr. Detaj ky që tregonte se sa i vendosur ishte për të arritur qëllimit të tij. Çdo tentativë që do të bëjë nga policia për të synuar eliminimin fizik të Flamur Pislit mund të kushtonte jetën të 8 pengjeve, pasi granata do të ngelej pa forcën e dorës së Flamurit dhe do të shpërthente menjëherë. Tentativat e policisë greke për të bindur Flamurin të lironte pengjet dhe autobusin dhe po ashtu prezenca e madhe e medias bën që ngjarja të pushtonte menjëherë të gjitha ekranet e televizioneve greke. Nga ana tjetër, gjithë opinioni grek nisi të ndiqte fatin e 8 pengjeve dhe të autobusit Mercedes-Benz 303, i cili ishte marrë peng qysh për orës 9 të mëngjesit të 28 majit 1999. Pasi nuk mundën ta bindin Flamur Pistin të lironte pengjet në qytetin e Selanikut, autoritetet greke u detyruan të lironin rrugën dhe ta linin të lirë të ecë në drejtim të kufirit shqiptar.